Në dyqanin e fruta perimeve, një burr hyri në një mini market. Pasi e përshëndeti shitësin e pyeti: "Sa kushton 1 kilogram banane?" "6 rial", ju përgjigj shitësi. "Po 1 kilogram moll?" "10 rial", i tha shitësi. Në atë çast në mini market hyn një grua. Shitësi e njihte atë sepse ajo jetonte në lagjen e tij. Ajo i tha shitësit: "Dua të blej 1 kilogram banane, sa kushton?" Ai i tha: 3 rial. "Po mollët?" 5 rial. Ajo i tha: "Elhamdulillah, parat për të bler këto i kam." Kur dëgjoi çmimet që i tha asaj gruas, burri që hyri në fillim e shikoi shitësin me inat dhe deshi të sillet ashpër me të. Por shitësi e kuptoi dhe ja bëri me shenjë që të mos flas. Gruaja i mori bananet dhe mollët dhe u largua e gëzuar, duke thënë: "Fëmijët e mi do të kënaqen duke i ngrënë këto dhe falenderoj Allahun." Fjalët e saj i dëgjoi shitësi dhe blerësi. Kur gruaja u largua, shitësi i tha blerësit: "Betohem në Allahun se unë nuk të mashtrova kur të tregova çmimin e bananeve e të mollëve. Ajo grua që ishte këtu ka 4 fëmijë tim dhe nuk pranon ta ndihmoj askush. Sa herë që kam dashur ta ndihmoj, ajo nuk ka pranuar. Mendova se si ta ndihmoj dhe nuk gjeta veç se t'ia shes më lirë ushqimet, zarzavatet dhe frutat. Me këto metodë dua ta bëj atë të ndjerë se nuk ka nevojë për askënd. Unë dëshiroj të bëj mirë dhe më pëlqen kjo tregti me Allahun, duke e gëzuar ato grua e të tjerët nevojtarë si ajo." Më pas, shitësi tha: "Kjo grua vjen 1 herë në javë në dyqanin tim. Betohem në Allahun, betohem në Allahun, betohem në Allahun, se në ditën që ajo vjen, unë fitoj më shumë se ditët e tjera, sepse unë e ndihmoj atë dhe e gëzoj për hir të Allahut." Kur dëgjoi fjalët e shitësit, blerësit ju lotuan syt dhe e puthin në kokë shitësin për këtë veprim të tij. Një proverb thot: "Si të bësh, do të bëhet." Kjo proverb nuk është se përdoret vetëm për hakmarrje, por edhe kur i heq sikletin dikujt, ja largon vështirësinë dhe e gëzon. Do të vijë një ditë që ajo e mirë që bën do të kthehet e shumë fishuar, inshallah. Në përmbushjen e nevojave të nevojtarëve, ka një kënaqësi të cilën nuk e njeh vetëm ai që e provon atë. Imam Hyseini, paqja qoftë mbi të, ka thënë: "Dijeni se nevoja e njerëzve për ju është një mirësi e Allahut ndaj jush. Allahu na i lehtësoft vështirësitë."